Atë që dalë të shërë për ju flasë nga Mar-a-Lago. Po ju flasë nga Mar-a-Lago, mbështetje reformësime, si me shkuën ke Trump Tower i New York. Në fakt, Edi Rama ka qenë në Trump Tower, kjo del nga dosja me Ganigel, ku Edi Rama është në dosjen e FBI-s. Dua të sqaroj opinionin publik që unë kam qenë në Mar-a-Lago me ftesë të një senatori amerikan, kam qenë në një tryez, në një takim me kongresmen, senator, sipërmarrës të rëndësishëm dhe personalitete shumë afër administratës Trump. E vërteta është që ka mbaruar koha e politikanëve shqiptar banal dhe të korruptuar që me parat që i kanë vjedhur qytetarëve, me parat tuaja, kanë bler takime dhe fotografi në Perëndim për të mbajtur pushtetin e tyre dhe sot për t'i shpëtuar drejtësisë. Dhe këto fotografi që kanë bler me parat tuaja vinë dhe u ashesin